duhet ta kuptoni që duhet të jeni shumë koshient për çfarë ju mund të mbani. Pra, unë tani jam shumë koshjente që unë një biznes nuk mund ta mbaj vetëm unë. Pra, unë nuk mund të jem dhe financiera e biznesit tim dhe jurisja e biznesit tim, nuk i bëj dot këto gjëra dhe e di që jam shumë e mirë në krijim, kam një intuit shumë të mirë. Dhe vazhdoj bëj këtë gjën. Nuk mund të bëj dhe këto gjërat e tjera që më përpara për çështje kostosh doja t'i bëja të gjitha vetë. Dhe merja informacione, por ndërkohë normalisht nuk i bën dot. Kështu që patjetër që biznesi është shumë i vështirë dhe më pak fitimprues për ty si individ. Nëse ti do që ta arrisësh biznesin tënd, se ka plot biznese, unë po flas për fushën time, se unë nuk mund të flas për është e gjitha bizneset e tjera. Personal. Unë vazhdoj të fitoj shumë si person, sesa si businesswoman, sepse biznesi ka nevojë të rritet gjatë gjithë kohës, ka nevojë për inovacion, ka nevojë për produkte të reja, ka nevojë për staf, për qira, siç the ti. Unë si individ nuk kam nevojë për këtë gjëra. Vazhdoj të bëj gjërat vet. Maksimumi që do kem nevojë unë është për ndonjë ambient ekstra që mund të më duhet që të xhiroj. Kështu që biznesi është shumë impenjativ edhe shumë më i vështirë për të krijuar edhe për të mbajtur. Nuk është problemi ta krijosh, është problemi ta mbash.